miqtë Prizmës. Protesta e fundit, e kilometrave të fundit të Sali Berishës ishte edhe më e padobishmja, më e shëmtuara, më me pak njerëz, më kot, më absurdja. Mirë po, kush protest nuk është absurde tashmë? Kush protest e drejtuar nga Sali Berisha dhe rreth rrotullakët e tij, nga ato lëpirësit e mrapanicave të tij të fishkura. Cila prej këtyre protestave nuk është më idiote se tjetra? Sigurisht Berisha e thot që është njëra më e madhe, më madhështore se tjetra. Por në të vërtetë të gjithë e kuptojnë që plagun e kanë lënë vetëm në shetnik e tij. E kanë lënë vetëm në marrëzirat e tija, të cilat sigurisht vetëm një diçka kanë normale. Ai është në mbrojtje të atij investimi 36 vjeçar që ka bërë mbasi ka ndruar tesër partie, edhe që është Partia Demokratike. Partia sotme demokratike është perverse njësoj si Sali Berisha. Në të vërtetë nuk është ajo Partia Demokratike, po Partia Demokratike pronë e Sali Berishës. Është perverse si ai, është si familja e tij. Ajo është partia ku mobilizon njerëzit për të dhënë jetën për Sali Berishën, për Liri Berishën, për Argita Berishën, për shoqin e saj me kapele, Republikën Kokë, për Shkëlqen Berishën edhe për grua, nuk e di, që ka opinioniste, e ferma. Për këto tash ne duhet mobilizohemi edhe t'japim jetën. Për këtë familje, e cila sigurisht është familje që origjinën e ka nga Viçidoli, duhet që shqiptarët të vdesin. Sepse sigurisht po të thuash që Sali Berisha mbron demokracinë, duhet të jesh o idiot, o njeri i keq. Sepse të mbrosh demokracisht do të thotë që të vjedhësh zgjedhjet si i vodhi me dhunë në 1996 Sali Berisha. Të mbrosh demokracinë do të thonë të sulmosh shtetin, të bësh gru shteti si në 4 shtator të 1998 si Sali Berisha. Të mbrosh demokracinë do të thonë të hedhësh në erë një fshat komplet për korrupsion, si në 15 mars të 2008 si Sali Berisha. Të vrasësh si 21 janar të 2011 si Berisha. Kjo është demokracia. Të vjedhësh gjithë rrugën e kombit, të mos marrosh një rrugë, të marrosh keq ato, të grabisësh në mënyrë të jashtëzakonshme pasuritë minerare të vendit, mos marrësh as taks, as rentën e taksës. T'ja japësh në koncesione, ta përdorin gjithë naftën e vendit dhe mos marrësh as i lek. Të kesh 1000 industri të cilat sigurisht përfitojnë edhe kanë ngritur edhe oligarkinë e famshme, e cila vazhdon të jetojë një pjesë e saj, jashtëzakonisht mirë dhe pa Berishën, por që të kenë gabitur vendin në mënyrë significative. Të ndërtosh si lanën dikur, të mësosh të grabisësh Bregdetin, të thuash që ke tokën dhe pronën atyre që s'kan pasur kur vjetër e tyre, që janë ulur prej male dhe kanë zaptuar gjithë tokat edhe pronat e qyteteve, të thuash që s'keni vend këtu, jemi ne origjinarët, të mësosh të kenë përçarje religionare, përçarje krajinore. Kjo është të jesh me demokracinë dhe me Sali Berishën dhe me familjen e Sali Berishës. E protesta e fundit po kuptua se çfarë ishte. Ishin vetëm 500 vetë përballë 1500 policëve, cilët nuk i lanë të bëjnë mjau mjau, megjithëse gjuajtën edhe, por s'kishin grupin e sulmit, s'kishin mundësi të bënin asgjë. Dhe një delirant si Sali Berisha, që pastaj thoti Aliria vdekje dhe marrëzira të tilla. Thira që i bën për të vdekur për familjen e tij, të korruptuar, non grata, të korruptuar dhe non grata, sepse nuk është vetëm Sali Berisha. Keni harruar që është non grata e gjithë familja e tij, absolutisht e gjithë familja e tij. Nuk mund të shkelit tokën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Britanisë së Madhe. Një familje e tillë bën thirrje që ne të vdesim për to. T'japim jetën, t'japim pasuritë tona për mrapanicat e Sali Berishës, Liri Berishës, Argita Berishës edhe Shkëlqen Berishës, bashkë me sosëropin e tyre.
janë më keq se sa familja Hoxha, familja Kapa, familja Shehu. Janë shumë më keq se sa ata. Janë më të korruptuar dhe më kriminal. Kanë vrarë më tepër për 36 vjet ata se sa këto familje që përmenda më sipër për 45 vjet. E fundit është që doja të përmendja për këtë temë raporti i çuditshëm që ka me folklorikët. Sali Berisha i kanë mbetur në partinë e tij folklorike, militanteske për idiotësh, i kanë mbetur vetëm ata që në fotografi është Edi Rama me Librazhdi, ta ulat ballën, edhe një folklorik i rreth me listel i shkop pap në fotografi. Pamje që i keni parë në Afganistan, keni parë në rripin e Gazës, palestinezë zakonisht bëjnë ashtu, djegin flamurin, shkelin me kam ftyrat, i rrajnë me shkop pakistinezë, e këto tipat kështu, këto lloj nivelesh. Ata e shef edhe në qendër Tiranës, ata janë njerëzit e Sali Berishës. Ata që ndjekin Sali Berishën mbrapa, sepse ati i kanë mbetur shpella. Shpellarizmi edhe shpellarët i kanë mbetur në parti. Të gjithë tjerët që janë demokratë, të gjithë tjerët që sigurisht nuk i hanë këto, janë larg këtyre. Njerëzit që rrafin fotografinë me shkop, fotografinë e Edi Ramës me shkop, janë njerëzit e shpellave dhe këto i deverdisin, këto i kanë mbetur Sali Berishës. Ndërsa të gjithë tjerët që e quajnë veten intelektual dhe që rrinë me të janë sigurisht perversët, servil të përfitimeve të tyre. Janë njerëz të pamerituar në shoqëri, nuk dinë bëjnë asgjë në këtë lloj shoqërie përveç se keq, por që i mban Sali Berisha. Te partia e sotme Sali Berishës është anulluar mendimi intelektual. Nuk e do kërkush. Nuk lejohet hyjnë ata që janë njerëz urban, intelektual, që kanë një mendim të tillë të pavarur dhe që mendojnë normalisht. Aty janë vetëm folklorikët, shpellarët, ignorantët, delirantët që i shërbejnë sigurisht Sali Berishës. Dakord miqtë e mi. Tjetra. Bëri përshtypje vizita e Marco Rubios në Itali, pritja që i bën aty. Mirë po, më bëri përshtypje më tepër një diçka interesante. Kur shkoi në Farnezina, Tajani i paraqiti disa dokumenta që i kishin klasifikuar, identifikuar, dokumenta kishe po dhe shteti, që tregonin origjinën italiane të Marco Rubios, sekretari i shtetit, nesër mund të jetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pas presidentit Trump. Dhe ai sigurisht ishte në një farë mënyrë si më thoni, shokuar. Ishte një farë mënyrë i respektuar për ngjarjen, po me një lloj habije, me një lloj kurreshte të jashtëzakonshme. Po kështu është ka vepruar Merz kur shkoi në shtëpinë e bardhë, duke i treguar origjinën gjermane të Trumpit. Megjithatë Trump luan filme dhe nuk parahabitet shumë, thot faleminderit, po kaq. Ndërsa Rubio ishte tepër interesuar. Domethënë ideja që ai është një kubanez ose një hispanik e tejkaloi këtë ide që sigurisht origjina italiane është një origjinë nuk mund ta klasifikoje gjithë respektin Kubës. Gjithapo është një origjinë e vjetër, është një origjinë e cila sigurisht i bën nder Marco Rubios. Edhe nëse nesër ai do të jetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të jetë presidenti i parë i Shtetit Bashkuar të Amerikës me origjinë italiane. Edhe nuk mund të thuash se është vetëm hispanik, dhe se është vetëm kubanez me origjinë kubaneze, jo, është me origjinë italiane. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ju bëhet kjo shumë presidentave të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga evropianët, duke ju treguar që shikoni. Ju jeni nipat ton, por mos u zemroni kaq shumë, mos u bëni kaq shumë arrogant, sepse në fundit jeni nipat ton. Keni parasysh se në fund mund të jeni të fortë, mund të jeni të mëdhenj, mund të jeni ushtarakisht të mrekullueshëm, mund të jeni edhe teknologjikisht të lartësuar, mund të jeni Shtetet Bashkuara të Amerikës, po mbeteni nipat tan. Si Trump me origjinën gjermane, ashtu dhe Marco Rubio me origjinën italiane. Dakord miqtë e mi?